Është përkujtuar në Shkodër dita e dëshmorëve dhe 110 vjetori luftës së Çanakkale-s. Në përkujtim të kësaj dite u vendosën kurora me lule tek memoriali i Hasan Riza Pashës në qytetin e Shkodrës. Në fjalën e tij, ambasadori i Turqisë në vendin tonë u ndal tek lufta e Çanakkale-s dhe fitoria e kësaj betejë. Bu töreni Arnavutluk'taki tek Türk şehitliği olan organizimi i kësaj ceremonie në përmendoren e Hasan Riza Pashës, e vetmi avarrez dëshmore turke në Shqipëri, ka një kuptim të veçantë për ne. Përkujtojmë me respekt Hasan Riza Pashën, i cili e mbrojti me guxim këtë qytet të lashtë në kushte të vështira dhe shnoi emrin e tij në historinë dhe zemrat e popullit shqiptar dhe atij turk. Fitoria e Çanakkale-s, e cila është rezultati i vullnetit dhe vendosmërisë së kombit turk për të mbrojtur atë dheun dhe ekzistencën e tij në Anadol, ka qenë një nga pikat kthes të historisë sonë dhe me luftën tonë të pavarësisë dhe krijimin e Republikës sonë, kombi ynë i ka deklaruar mbar botës se nuk mund t'i nështrohet pushtimeve dhe vështirësive dhe se do të ruaj unitetin dhe integritetin e tij në të gjitha rrethanat. Fryma e Çanakkale-s, që është një epope e sakrificës së madhe, heroizmit dhe guximit dhe dëshmisë se një kom mund të qëndrojë i palëkundur kundër gjithë botës kur është e nevojshme, vazhdon të hedhë dritë mbi të ardhmen tonë. Jemi të vetëdijshëm se shteti ynë 100 vjeçar ka borxh dëshmorëve tanë shekujt e ardhshëm. Ne do të vazhdojmë të punojmë me vendosmëri të paepur në hijen e flamurit tonë të lavdishëm për të mbrojtur interesat e kombit tonë dhe arritjet e Republikës. Dhurat kjo e dëshmorëve për kombin tonë të dashur. Lufta e Çanakkale-s njihet si një ndër betejat më të përgjakshme ku humbën jetën mijëra persone mes tyre dhe shqiptar.